Notarët e Vllaznisë kanë shkëlqyer në aktivitetin kombëtar Kupa Pavarësia 2025 të organizuar nga Federata Shqiptare e Notit. Ekipi i Shkodra Not, përfaqësues zyrtar i klubit Shkodran dhe i drejtuar nga trajneri Kol Shiroka, u paraqit me një grup të gjerë sportistësh, të cilët konfirmuan formën e tyre të lartë në garat të këtij viti. Dhe rezultatet më të rëndësishme spikat arritja historike e talentit Joel Golemi, i cili theu rekordin kombëtar në garën e 400 metrave stil lir për kategorinë C, 9 deri në 10 vjeç. Në klasifikimin ekipor, Vllaznia Femra u shpall ekipi i dytë më i mirë i aktivitetit, ndërsa sportistët Viki Tafruku dhe Alessandro Hyso u vlerësuan me çmimet e dyta si sportistët më të mirë të kupës në kategoritë përkatëse. Lidhur me rezultate individuale, Vllaznia regjistroi 3 kampion të Shqipërisë. Viki Tafruku fitoi 2 vende të para në 400 metra stil lir dhe 100 metra katërnotim, si dhe 2 vende të dyta në 100 dhe 200 metra stil lir. Alessandro Hyso u shpall kampion në 50 metra shpinë dhe 50 metra stil lir, duke shtuar edhe 2 vende të dyta në Delfin e Bretkos, ndërsa Vitoria Hyso triumfoi në 3 gara, 50 metra stil lir, 100 dhe 200 metra shpinë dhe mori një vend të dytë në 50 metra shpinë. Rezultate të mira u arritën edhe në stafetat e kategorisë Open ku Vllaznia u rendit e dyta, me një përbërje të gjerë të sportistëve të rinj. Aktiviteti Kupa Pavarësia 2025 konfirmon edhe një herë punën profesionale dhe përkushtimin e trajnerit Kol Shiroka, i cili prej vitesh formon breza të rinj notarësh, duke i quar drejt titujve kombëtar dhe rekordeve të reja. Me rezultatet e arritura, Vllaznia vazhdon të mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të zhvillimit të Notit në vend.